Përshëndetje, do bëjmë leximin e letrave tarot sot për 3 shenjat e fundit që janë shenjat e ujit. Jemi tek gaforja, akrepi dhe peshqit. Siç kam bërë deri tani dhe për shenjat e tjera, do zgjedhim dy letra se cilit lloj. Ju kam thënë dhe herë tjetër, qoftë se nuk e gjeni veten tek shenja juaj, atëherë dëgjoni dhe ascendentin, sepse është e rëndësishme. Këtu jemi tek gaforja. Muaj mars për shenjën e gaforës, në sekundë se hapa shtëpia, atëherë më duhet të një planet. Shenjën e gaforës, muaj mars, kemi diellin në shtëpinë e tretë që është i komunikimeve. Këtu kemi jo vetëm lajme të reja që kanë lidhje me personalitetin tuaj, që kanë lidhje me figurën tuaj në mënyrë të drejtë për drejtë, po këtu kemi edhe ide të reja ose realizimi i disa projekteve që kanë lidhje me komunikimin. Do të thotë që këtu ka gjëra shumë të bukura, ide kreative të cilat i keni menduar për një kohë të gjatë, që më në fund do të vihen në plan, në realitet. Mund bëhet fjalë edhe për një çështje komunikimi e cila do t'ju zgjidhë një projekt tuaj që ka lidhje me mënyrën se si shpreheni, që do të thotë nëse keni lidhje punoni diku që keni lidhje me komunikimin, që keni lidhje me njerëzit, me publikun, këtu ka lajme të mira. Po kjo do të thotë edhe që mënyra se si ju zgjidhni që të komunikoni, apo si zgjidhni të paraqiteni njerëzve në muajin mars, do t'ju ndihmojë shumë në hapat tuaja në vazhdim. Kjo ka të bëjë edhe me faktin që mund të ketë udhëtime ose lidhje me njerëz që jetojnë jashtë ose larg jush. Do të thotë që në mënyrë të papritur keni një komunikim ose një bashkim me një person që jeton larg jush, diku tjetër, në një shtet tjetër, në një qytet tjetër, ose me një person me të cilin keni një periudhë kohe që nuk dëgjoheni më. Këtu kemi dy mesazhe për shenjën e gaforës, që kemi nderime dhe respekt që po vinë tek ju, edhe kjo përshtatet shumë. Dhe kujdes, sepse kjo letra ka kuptimin edhe dikush që ju njihni është pak i fshehtë ose jo i sinqert me ju. Dhe kjo ka të bëjë edhe direkt me komunikimin. Është një person që flet gjëra të tjera ose paraqitet ndryshe tek ju dhe në fakt është ndryshe në të vërtetë. Jo domosdoshmërisht, kjo është diçka negative. Kjo mund jetë edhe një person tek i cili duket sikur nuk ka interes për ju, ose duket sikur ka vetëm një interes normal apo interes për punë, dhe në fakt ai fsheh edhe ndjenja të tjera. Por mund të jetë edhe një person shumë i afërt pranë jush që nuk është aq i sinqert sa ju mendoni. Gjithsesi, këtu ka pa diskutim diçka të papritur që do t'ju bëjë të lumtur. Pse? Sepse duke nisur nga diçka të papritur, një lajm, një ofertë, një zgjidhje të tillë, sepse duke nisur nga tarot, kemi letrën e drejtësisë që ka kuptimin një çështje institucionale ose një çështje gjyqësore, një çështje për të cilën jeni munduar shumë deri tani ose keni pritur deri tani, më në fund do sjellë një lajm shumë të bukur. Për ata nga ju të cilët po presin një lajm për punë ose por që tashmë kanë aplikuar diku, jo që do aplikojnë tani këtë muaj, por që kanë aplikuar ose kanë kërkuar një rritje rroge ose kanë aplikuar për një
punësim tjetër, për diçka tjetër, me shumë mundësi muaj mars dhe shumë shpejt do t'ju sjelli një lajm shumë bukur. Ky fanti i kupave ka dhe kuptimin e një dikuj që ju bën një ofertë, ose që vjen me një dhuratë, ose nga një farë gjyshi ju merrni një shpërblim, një para, të ardhura, dhuratë, ose është një person që do vi tek ju dhe do kërkoj falje ose do kërkoj, si ta themi, një mundësi tjetër, duke kërkuar duke ju bërë një dhuratë ose duke bërë një propozim për një takim për të cilin ta diskutoni. Siç e thash, nëse bëhet fjalë për punë, atëherë kjo është një ofertë e cila momentalisht do t'ju duket sikur është një punë e lozur ose është një punë që nuk ja vlen për aq sa paguhet, nuk ja vlen, po ta shikoni me këtë figurën këtu që është duke punuar dhe që është një person që është i dyshim ose i pakënaqur duke menduar që ja vlen kjo. Në fakt, kjo është një punë që ka baza shumë të sigurta. Nëse do të nënshkruan në muajin mars për diçka të re, për një punë të re ose për një ofertë të re financiare, unë do të thoya që më mirë të prisni muajin prill. Nëse do t'ju jepë një mundësi me persona që me të cilët keni bashkëpunuar edhe më përpara, ose me punëdhënësin në të cilin jeni, i cili ju jep një mundësi tjetër, për një pozicion tjetër që juve ju duket momentalisht i papërshtatshëm, unë do ju thoya që jepini një mundësi, sepse kjo do jetë një punë që juve do ju duket si fillim diçka jo në maksimumin tuaj, por kjo do jetë diçka me baza të sigurta, sepse po ta shikoni edhe këtë letrën tjetër këtu është dikush që jep dhe merr, domethënë ato që ju investoni sot do të merrni nesër. Është një punë me fitim afatgjatë. Nëse ka shumë mundësi të bëhet fjalë edhe për çështje gjyqësore, mund të jetë një çështje gjyqi nga e cila ju të dilni të fituar. Si fillim do ju duket sikur po të pranoni këtë ofertën, është diçka që nuk ju kënaq ose ju keni kërkuar diçka më shumë, po do ta kuptoni që nga ky gjyq ju do dilni, nëse bëhet, them gjyq, po mund të jetë çështje institucionale, që keni pritur shumë gjatë, një kontratë, shtëpie apo pronësie, një gjë e tillë nga i cili ju do dilni duke menduar që po pranoj, po nuk jam dha që kënaq ose 50-50, por që kjo është diçka e cila do t'ju ofrojë juve shumë më vonë. I thash gjyq sepse kjo letra ka kuptimin e trashëgimisë. Mund të bëhet fjalë për një çështje pronësie, një çështje trashëgimie ose prona ose çështje fëmijësh, të cilat ndahen në gjyq, që në fillim ju mund mendoni që nuk është ajo që prisni, por që në fakt do të jetë një zgjidhje që për ju do të rezultojë shumë më fitimprurse në vazhdim. Domethënë do bëni mirë që ta pranonit. Nëse bëhet fjalë pastaj për çështje dashurie, mund të jetë një lidhje me një person i cili ndoshta e ka, si të themi, ka një lidhje nga e cila është akoma i paqartë nëse ka dalë apo jo nga e lidhje, është duke u munduar që të dali sa më i pastër nga një person me të cilin ai ka qenë në një lidhje ose ka akoma diçka pa përfunduar, dhe do ta dëgjoni që në muajin mars ky person do vi për ju të shenjtë se gaforës, do vi drejt jush me një propozim të ri ose si ta themi, një dashuri të re. Kjo ka kuptimin e një njeriu që vjen drejt jush me qëllime shumë më të qëndrueshme ose më të bazuara nga që keni menduar përpara. Nëse është një rikthim, domethënë. Unë do mendoja që këtu bëhet fjalë për ju që nuk jeni në një lidhje, bëhet fjalë për një njohje të re, sepse kjo letra, fanti është letra më e vogël, do thotë fëmia me një voglin moshë në këtë kuptim. Kjo letra ka kuptimin diçka e re. Fëmia, i bebia, gjë që fillon nga hiçi. Unë mendoj që për shumë nga ju që po dilni nga një marrëdhënie e cila ka qenë shumë e lodhshme ose që janë përfshirë edhe institucione ose mund të ketë qenë edhe një ndarje që ju ka bërë të mendoni që nuk do të doni më të keni diçka tjetër, unë mendoj që muaji mars do t'ju japë mundësi për një dashuri të re, për një fillim të ri që do të ketë baza shumë të forta. Kjo është një gjë që do t'ju bëjë juve stabil, ju vetëm nga ana
ekonomike, do të thënë, po edhe nga ana shpirtërore. Është një lidhje që do t'ju bëj më të qëndrueshëm emocionalisht, që ka baza shumë më të forta se sa thjesht një flirt. Po është një diçka e re. Duhet ta shikoni edhe me një perspektivë që ky personi nuk është vetëm një, si ta them, do t'i jepi një rëndësi apo një vëmendje pak më të madhe se sa vetëm hajt më se po dal një herë, për shembull. Dashuria për atë të kafores. Jepi marrëdhënies të një mundësi. Edhe muaj mjalti. Okej. Tani, për disa prej jush është ajo që ju thash. Mund të riktheheni një lidhje e cila ju ka lënë si të boshatisur, ju ka lënë si të në mëdyshje që çfarë ndodhi, mund të rikthehet ky personi me një ide të re, me një dëshirë për të ribashkuar, ka një takim ose pushime ose një udhëtim që bëni së bashku dhe do të jep dhe një mundësi kësaj lidhjes. Kurse për disa prej jush mund bëhet fjalë që kanë dalë nga një lidhje që e kanë mbaruar këtë çështje, nuk duan ta diskutojnë më, sepse është një lidhje në të cilën janë ndjerë sikur unë jap dhe nuk marr mbrapsht, atë do të thënë dashuri që nuk kthehet mbrapsht. Dhe fillojnë diçka të re, japin një shans, një mundësi, një personi që kanë afër tyre, që mund të jetë pikërisht kjo që e thash, një person që është pranë jush, që ju për momentin mund ta shihni thjesht si një mik, si një koleg, por që ai fshe pas edhe diçka shumë më tepër, domethënë ai mund të ketë ndjenja të tjera shumë më të bukura për ju dhe ju do t'i jepni një mundësi të re. Shenja e kafores. Unë këtu do ta mbyll se s'kam çfarë të them tjetër, se këtu ka dalë edhe i dashuruari që është figura mashkullore. Domethënë është dashuria në mes dhe është fati, rrota e fatit. Këto janë tre letra që s'ka nevojë për fjalë. Këtu është një mashkull i dashuruar. Nëse ju jeni femër, është një person i cili ju do ose ka ndjenja ose shikon në drejtimin tuaj një, si ta them, një mundësi që rikthimi ose një mundësi që të hapi një derë të re tek ju. Nëse është diçka e re, një person i ri, është dikush i cili ka diçka shumë të fortë në drejtimin tuaj dhe mezi po pret që ju t'i jepni një mundësi. Këtu te prerja ka dalë edhe kjo letra që ka kuptimin dëshirë ose kjo më tepër është si të them pak si fiksuar, po shiko, unë do ju thoja që nëse ky mashkulli është i dashuruar dhe ju jeni figura femërore, ju jeni duke menduar akoma se jeni me shpinë në drejtimin e këtij dhe ju jeni duke menduar akoma për një lidhje tjetër tek e cila jeni fiksuar. Unë do ju thoja thjesht që shikoni edhe njerëzit përreth, sepse mund të jenë shumë më të rëndësishëm apo më interesant ose mund të bëhen më të rëndësishëm se dikush që ka ikur dhe që e ka mbaruar ciklin e tij në jetën tuaj. Kjo mund të përkthehet pastaj edhe për personat të cilët janë në një lidhje që njeriu me të cilin jeni së bashku ose do t'ju shprehë dashurinë ose ndjenjën ose të shprehë një dëshirë të re në drejtimin tuaj, me dëshirë që të shkojmë të jetojmë së bashku ose të bëjmë një fëmijë ose të shikojmë diçka për një hap tjetër më të bukur, ose që pa diskutim dashuria në muajin mars për ju të kafores do jetë në majat e saj më të larta. Mënyra se si do komunikoni me personin që keni afër të ju bëj që ta kuptoni që keni të njëjtat interesa dhe të njëjtat ndjenja. Okej, kjo ishte për kaforët. Të shkojmë tek akrepi. Akrepi. Akrep pas ka shumë bukur. Muaj mars, shenjat e ujit do t'i bekoj çik më shumë, që ta dini. Okej. Akrepi për muajin mars.
do ta filloj kështu. Kemi një Saturn në shtëpinë e 4. Saturni në shtëpinë kur vjen Saturni në një planet, për shembull, është gjithmonë ai mësuesi, është ai prindi kërkues që vjen dhe pozicionohet në atë pjesë të astrologjisë tuaj për t'ju thënë që a je i sigurt që ti e do këtë, ose rishiko edhe një herë çështjet këtu. Dhe Saturni në shtëpinë e 4 ka kuptimin që ju të Akrepit në muajin Mars duhet të rishikoni çështjet që kanë lidhje me shtëpinë, me familjen. Familje si institucion. Mund të bëhet fjalë që ose të jeni duke menduar për blerje në një shtëpie, për shitje në një shtëpie, apo për zhvendosje në një shtëpi. Mund të bëhet fjalë për familje si institucion, do të thotë që ju të jeni duke dëshiruar që të hidhni bazat për një familje konkrete, ose mund të bëhet fjalë edhe për një çështje pune, sepse edhe puna është, le të themi, shtëpia në thonjza, nëse ju kaloni një periudhë shumë gjatë në punë dhe ajo bëhet si ambienti juaj familjar, që ju detyron të rishikoni çështjet e punës, afatgjatë, një punë ku jeni për një kohë të gjatë, a është ajo që dëshironi apo duhet të ndërmerrni një hap të ri. Saturni i sjell dhe gjëra pak me vështirësi, që do të thënë, nëse keni ndërmend të plini apo të shisni një shtëpi, vështirësohen pak më tepër gjërat, do të thënë, jo se nuk bëhen, po bëhen pak me vështirësi, ama në fund është diçka që thoni jam i lumtur sepse është ashtu siç e doja. Për Akrepin, në muajin Mars kemi të dorëzohesh pas një humbje, do të thotë këtu ka pasur një humbje që domosdoshmërisht është shpirtërore, mund të jetë humbje materiale, keni para që i keni dhënë diku një investim i gabuar ose një punë nga e cila jeni larguar pa menduar shumë gjatë dhe keni pasur një humbje financiare, të cilat jeni duke menduar që ok, u dorëzova tani, kjo që ishte. Dhe pastaj kemi këtë letrën që thot komplimente nga një adhurues, do të thonë mund të bëhet fjalë për një çështje dashurie që është mbyllur, që ju ka vrarë shumë shpirtërisht, e kjo përputhet edhe me tarot, nga një humbje që ju ka mërzitur shumë, por do ketë një diçka të re, do ketë një adhurues, një person tjetër, jo vetëm në dashuri, por mund të jetë një person juaj i fshehtë, i cili do t'ju japë një dorë për t'ju ngritur nga kjo gjendje të cilën keni rënë. Do t'i rikthehesha tarove, të cilat thash. E filloj me këtë letrën këtu, që është perandori, që është një burr i madh në moshë, ose një bashkëshort, ose një punëdhënës, ose një baba, që është një njeri, si ta themi, ky është pak bricjapi në kuptimin kërkon shumë llogari, është një person shumë konvencional, ky i qëndron atyre rregullave strikte të tradicionale, dhe është një njeri që është vërtet i rrept, por është edhe shumë, si ta them, strategjik. Do të thotë, ky është një njeri që i planifikon të gjitha. Nëse bëhet fjalë për një çështje pune, ky mund të jetë shefi juaj, që është një njeri që i planifikon të gjitha dhe që ndoshta kohët e fundit është treguar pak i rrept me ju. Unë këtu kam edhe fantin e monedhave, që ka kuptimin e një pune të re, ose e një projekti të ri që ka lidhje me paratë që hyn. Ky personi i rrept, po ta themi strategjik, ky person i madh në moshë, mund t'ju japi një mundësi për një punë të re. Është dikush me të cilin ju do të bashkëpunoni për të filluar një punë të re, për të dalë nga kjo situata në të cilin jeni tani. Ju jeni në një gjendje, po dilni nga kjo humbje, këtu po e shikoni një njeri i mërzitur që i ka të gjitha kupat poshtë sepse është humbur, dikush është larguar, një braktisje, ose jeni larguar nga puna dhe kjo ju ka krijuar makthe, ankthe që si do vazhdoj tani situata financiare, por që muaji Mars do t'ju japë mundësinë e fillimit të diçkaje të re. Ky personi, një njeri pjekur i madh në moshë, ose dikush nga familja, ose një adhurues i fshehtë, le ta themi, do t'ju japi një mundësi të re që të filloni diçka të re, që
bëhet fjalë për një projekt që ose një bashkëpunim të dy bashkë punoni së bashku, ose ky jep një dorë që shikoj se unë kam dëgjuar që dikush kërkon një punë dhënës, po është pa diskutim një punë marrës, por është pa diskutim një çështje financiare që fillon nga e para për ju. Sigurisht që duke qenë se është Saturni këtu në mes, mund jetë një çështje që do ju mundoj pak të gjithë muajin mars derisa të keni sigurinë që kjo çështje ka baza të sigurta dhe kjo do të bëhet, por që është pa diskutim një gjë që fillon nga e para. Nëse pastaj nuk jeni në kërkim të punës dhe s'keni lidhje, jeni në rregull gjërat e punës dhe po kërkoni diçka që ka lidhje me dashurinë, atëherë nga një person që ka një dallim shumë të madh moshe me ju, ose ju jeni shumë i madh se ai ose ai është shumë i ri se ju, domethënë ka një diferencë të tillë, nga ky personi që ju ndoshta as nuk e prisni, do të keni një mundësi të re. E di pse do ndaloj këto 2 sekonda se mendoj që kjo humbja juaj dhe kjo gjendja juaj e ankthit aktualisht ka të bëjë me këtë personin e madh në moshë, i cili ju ka stresuar ose ju ka thënë diçka që nuk di si t'ua formuloj, që i ka bërë gjërat në mënyrë të tillë që ju keni humbur besimin tek vetja juaj. Ndërkohë, Marsi do ju sjell në mënyrë të pakuptueshme një person që deri tani ka qenë ose i fshehur, le ta themi, ose e keni parë thjesht si një person që më se me këtë nuk mund të ketë kur asnjë gjë, por që ta shikoni nga ky keni një mesazh apo një lajm apo diçka që shkruaj, thjesht një takim me të cilin do kuptoni që kjo mund të jetë një gjë e re që fillon nga e para, por që ka një kuptim shumë të bukur. Mund të bëhet fjalë për 2 persona, për 2 figura mashkullore. Njëri është më i madh në moshë dhe tjetri është më i vogël se ju në moshë. Mund të jetë diçka kështu. Dashuria për akrepin. Muaj mars. Keni varësi. Okej. Qëndro optimistët për jetën tënde të dashurisë dhe kjo letra thot varësi. Keni krijuar një varësi afektive ndaj një lidhje romantike, do me thënë, është një lidhje të cilën ju e shikoni që nuk po e kapërceni dot të vështirësinë, që po ju shkakton kaq shumë stres dhe ankth, si kjo letra këtu, apo kaq shumë humbje shpirtërore, por që ju keni krijuar një varësi. Le të themi që mendoni që okay, unë tash e di që deri këtu kam ardhur me këtë dhe unë e di që se si funksionon me këtë, se kush rrit tani e fillon diçka nga e para, por që duhet të jeni më optimist duke menduar që ka gjëra shumë më të bukura, njeriu mund të fillojë nga e para në çdo kohë dhe në çdo moshë. Kapim dhe diçka për akrepin. Përsëri. Tu ka dalë kjo letra që është i vejë, që është paka shumë si kjo. Një njeri i penduar për një largim, një njeri i penduar që gjërat ndodhen në mënyrë të tillë, ose i penduar për një humbje, më ka dalë edhe kjo letra këtu që është vdekja, apo që është mbyllja e një kapitulli. Do me thënë, këtu ka diçka që ka mbaruar, këtu ka diçka që dyja palët ju jeni shumë të trishtuar, po dhe ai tjetri, personi tjetër, është shumë i penduar për atë që për këtë mbyllje. Gjithsesi, unë do ju thoja që t'i jepni mundësi vetes dhe të mos i riktheheni kësaj lidhje ose kësaj çështje, mos ta mendoni kaq gjatë, sepse këtu keni edhe këtë letrën që thot fallsitet. Ky personi sado që të pendohet, nëse do të rikthehet përsëri, do të bëj përsëri të njëjtat gabime. E po ta shikoni këtu, kjo është letra që thot udhëtim. Vazhdoni të ecni përpara. Ju jeni duke ecur përpara. Ndoshta është një kohë ose ka kaluar një kohë pak e vështirë, por që më keq që tani ka kaluar. Ajo që po vjen janë vetëm lajme të mira, po ta shikoni këtu. Dhe përsëri më doli ky personi që është akoma në mendime. Ky ju mendon, ky është shumë i penduar, ky është shumë duke menduar që, por që përsëri unë them që edhe nëse kthehet,
ky personi ka për të shkuar përsëri në të njëjtat hapa që ka bërë deri tani, nuk është se do ndryshojë ndonjë gjë shumë të madhe. Kjo ishte për akrepin. Le të shkojmë tani tek peshqit për muajin mars. E fillojmë me peshqit, me këtë letrën që thot shkënjim nga një mik ose nga një person i dashur. Dhe pastaj këtu kemi do të kaloni me sukses një problem, do ta kaloni të superoni një problem në mënyrë të suksesshëm. Dhe këtu kemi një Venus në shtëpinë e 5, që shtëpia e 5 është e vetes, e krijimtarisë, e personit të unit të më të ndjeshëm, por që shtëpia e 5 është edhe e fëmijëve. Venusi në shtëpinë e 5 vepron në mënyrë të tillë që ose ju thotë që shiko se ka ardhur koha që ti kushtoni më shumë rëndësi dashurisë për veten, që ti kushtoni më shumë rëndësi çfarë do donit juve të bënit, çfarë ju pëlqen vërtet të bëni në jetë. Domethënë, a është kjo gjë që të kënaq, a është kjo jeta që ti ke zgjedhur deri tani apo do ta ndryshosh të gjithën. Është edhe një Venus në shtëpinë e 5 është edhe një, si ta them, ndikim tjetër që ju i kushtoni më shumë rëndësi dëshirave tuaja të brendshme, qoftë dëshirave më tepër fizike se sa atyre shpirtërore. Do shikoni më tepër që unë për shembull po dal nga një lidhje, tani dua vetëm të shikoj, të eksploroj lidhje të reja dhe nuk dua të merrem më shpirtërisht. Ka edhe këtë kuptim që jeni duke investuar më tepër në dëshirat tuaja praktike ose fizike se sa në diçka më standarde, më stabil. Ndërkohë mund të jetë edhe dëshira juaj e madhe për të bërë me një fëmijë ose një investimi të tillë për fëmijët të sjellë frutet e tij. Nëse jeni duke kërkuar, domethënë dëshiruar shumë për të pasur një fëmijë, për shembull, muaji mars do t'ju bëjë që të jeni në kontakt me njerëzit e duhur, që ose me mjekët e duhur ose me personat e duhur që kanë lidhje dhe që do të thonë që okay, diu do të jemi në drejtimin e duhur, domethënë për të arritur këtë qëllimin tuaj. Nëse bëhet fjalë për një investim për çështje fëmijësh, dëshirojnë të çoni fëmijët në kopës, në shkollë, në një institucion të cilin keni investuar shumë, këtu bëhet fjalë që muaji mars do t'ju sjellë lajme shumë pozitive, ose do të keni negociata shumë të mira që nga të cilat do t'ilni shumë i lumtur. Shkojmë te tarot. Peshqit vjen, siç tha dhe kjo letra këtu, i shkënjyer nga një lidhje ose i shkënjyer nga një person shumë i afërt, me të cilin momentalisht nuk ka kontakte, është në një gjendje pauze, qetësie. Kjo letra i varur ka kuptimin që ndoshta ju keni zbuluar diçka për momentin, siç është kjo këtu, keni zbuluar diçka të cilën jeni duke parë tani gjërat në një vizion tjetër, në një aspekt tjetër. Do të thotë, nëse më përpara e shihnit kështu, tani jeni duke i parë kështu. Do të thotë, nëse keni qenë, bëhet fjalë për një lidhje, për një dashuri, keni marrë vesh diçka, sepse kjo hëna këtë kuptim ka. Një intuita ju ka treguar diçka dhe ju se keni besuar dhe pastaj dolin gjërat që po është e vërtet, keni dëgjuar, po keni marrë vesh diçka që ky personi fsheh diçka, sepse kjo ka edhe kuptimin diçka e fshehur, diçka që është
pas kuentave që doli më në fund zbuluar. Kjo do të thotë që problemi që nuk i kishit parë, por që i kishit kuptuar deri tani, më në fund kanë dalë dhe tani ju jeni duke parë jetën apo lidhjen tuaj në një mënyrë komplet ndryshe. Kjo vlen edhe për çështjen e punës. Qofse ju keni qenë në një punë në të cilën deri tani nuk e kishit kuptuar që një kolegë apo një person ishte shumë ndryshe nga çfarë shfaqe, ju keni kuptuar diçka ose keni marrë vesh diçka ose do ta merrnin muajin mars dhe kjo ju ka shkënjyer ose ju ka bërë jo se ka një humbje të thellë, po ka një shkënjim tek ju që ju ka bërë të shikoni gjërat ndryshe dhe të jeni më i vendosur në të mënyrën tuaj. Dhe këtu dalim te kjo letra këtu që ju jeni mbretëresha e shpatave, jeni nga kjo lidhje apo nga kjo situatë që keni zbuluar do të bëheni më të fortë, por gjithashtu edhe më të ftohtë. Pse? Se kjo mbretëresha e shpatave është një femër që shumë, si ta themi, shumë e drejtë. I ka lënë ndjenjat e saj më vete dhe kjo vendos që unë tani për veten time jam mjaftueshëm, unë jam mjaftueshëm e ndershme, ndoshta edhe më e ndershme siç duhet, dhe unë këtë lloj marrëdhënie të pasinqertë ose këtë lloj marrëdhënie intrigante e pres këtu, domethënë i ndaj gjërat dhe le të themi është një femër e akut. Nëse bëhet fjalë pastaj nëse ju jeni mashkull dhe po e shikoni këtë për një femër, atëherë kjo është një person cilin ju e keni parë që okay, diçka ka ndodhur, kjo është ndryshuar tërësisht si person, është larguar, është bërë shumë e akut, kjo ju ka shkënjyer, por kjo nuk ju ndalon që ju të vazhdoni jetën tuaj, ta shikoni jetën tuaj në mënyrë. Thjesht ndryshon mënyrën dhe stilin e jetesës. Sigurisht ju ka lënduar, por nuk ju ka bërë që të ndaloni dhe të mendoni wow, po çfarë humbje e madhe. Sigurisht që ju ka lënduar edhe përsëris, por që këtu kemi nëntën e kupave që do të thotë ju jeni i vetë plotësuar, kushto që t'jeni ndoshta qoftë personazh femëror, qoftë mashkullor, ju në të tuaj jeni i vetë plotësuar. Kjo letra ka kuptimin shëndet të plot, ka kuptimin që bollëk në dashuri jeni të rrethuar nga njerëz të tjerë që ju duan, ka dhe kuptimin e dëshirës të bëra realitet, që do të thotë ju jeni të hapur ndaj lidhjeve të reja ose ndaj njerëzve që kanë qëllime dashamirëse në drejtimin tuaj. Ju i keni ndarë gjërat tani që okay, kjo bëhet apo kjo nuk bëhet. E njëjta gjë vlen dhe për çështjen e punës. Nëse keni ndjerë që nga persona në punë ka pasur një diçka që ju e mendonit ndryshe, diçka të fshehtë që ju e keni kuptuar dhe tani jeni ndjerë shumë i shkënjyer, keni vendosur që ti prisni kontaktet, kjo nuk ju ka ndryshuar asnjë gjë. Ju vazhdoni të keni stabilitet financiar, ju vazhdoni të keni qetësinë tuaj të brendshme. Sigurisht që kjo është një mënyrë, një diçka që ju ka ndryshuar komplet perspektivën e si ta shihni jetën, ju ka bërë njëri tjetër, por kjo nuk ju ka ndaluar që të vazhdoni jetën përpara. Pa diskutim jaku. Edhe kjo është që ose ka ndodhur ose do ndodhë tani afër që jeni të trishtuar, të mërzitur dhe një gjendje apatie pa kënaqur me atë që ndodhi, por që sidoqoftë dielli ndriçon dhe për shenjën e peshqve muaj mars ka akoma gjëra shumë të bukura për të sjellë. Këtu thot dëshirat bëra realitet, ndoshta këto problemet që keni pasur, këto shqetësimet thjesht do anashkalohen dhe jeta vazhdon. Për dashurinë, shenja e peshqve, ti meriton dashuri, unë vazhdoj të them që ti meriton dashuri, ka kuptimin e së pari duaj veten tënde në muajin mars, përqendroj energjitë dhe dëshirat tek vetja jote, ashtu siç e thashte ky Venusi në shtëpinë e 5 dhe tjetra thotë që filloni të njihni njëri tjetrin. Ndoshta kjo ka dhe kuptimin që ju keni kuptuar, keni njohur këtë personi dhe filloni ta njihni ashtu siç duhet dhe domethënë ta njihni ashtu siç është në të vërtetë dhe jo siç shtiret, dhe i keni distancuar
marrëdhënie, por kjo ka dhe kuptimin që ju me siguri në muajin mars do hapni dyert për të njohur një njeri të ri, ose po filloni të shikoni perspektiva të reja në jetë në lidhje me çështjet e dashurisë, sepse edhe këtu thot mbaje mendjen tënde të hapur, që të thot ndoshta persona të cilët nuk kanë qenë kurrë në rrethin tuaj shoqëror, ose persona të cilët ju keni thënë unë me ata kurrë, do ta shikoni që keni shumë më tepër të përbashkëta në muajin mars, dhe ta shikoni që kjo është një lidhje që është më e shëndetshme se ajo që mund të kishit menduar me një person që është më i ngjashëm se ju. Muaj mars për shenjën e peshqve. Vetëm para. Okej. Okej, më doli disa herë kjo. Pa diskutim që muaj mars për shenjën e peshqve do sjell një ndryshim financiar që ka lidhje me shtimt të ardhurave, po shiko, unë do ju theja të keni edhe pak kujdes, sepse këtu thot të marrë një tjetër. Mirë. Duhet keni pak kujdes edhe me shpenzimet, sepse mund ndodhi që të kuptoni që në fund të muajit mars ose keni tepruar me shpenzimet, e kjo është një gjë që do ju mërzisi, do ju shqetësoj, ose unë do thoja që është një çështje financiare që ju lidh me një person me të cilin ju ndoshta tani nuk keni më marrëdhënie, që i keni ndarë çështjet, situatat, e ky personi jeni shqetësuar sepse me këtë person jeni të lidhur nga ana financiare, dhe derisa kjo çështja e financave të ketë mbaruar, ju do vazhdoni të shqetësoheni, vazhdoni të keni shqetësime. Nëse bëhet fjalë për një person i cili është larguar, domethënë dhe nuk flisni më me atë, ai është momentalisht në një gjendje që është po ashtu shumë i mërzitur. Qofse ju jeni mërzitur, ky është po ashtu i mërzitur. Ju jeni duke menduar akoma, po më tepër jeni duke menduar, ja, dhe këtu ka akoma ndjenja në mes, po më tepër jeni duke menduar faktin që se si ishte ajo lidhja, sa mirë që ishte, më tepër duke menduar lidhjen, si dashurinë, si ta themi, si ndjenjë, se sa këtë lloj në marrëdhënies të cilën kishit. Gjithsesi, pa diskutim, muaj mars ju sjell ashtu bukur. Shiko, unë kam edhe figurën bashkëkollore të dashuruar dhe figurën femrore, dhe këtu në mes ishte kjo, që më bukur s'ka po të bëj. Marsi për shenjën e peshqve do sjellë pa diskutim një dashuri, po unë mendoj që kjo më tepër është një lidhje e re, një diçka që vjen nga të dyja palët pas prishjes së diçkaje të vjetër. Se po ta shikoni, në mes është edhe kjo që është e veja, po që është ka kuptimin e një femre e shgënjur që ka lënë pas diçka, e penduar për një humbje, edhe pastaj është kjo, fillon nga e para. Kjo është një gjë, le të themi që për të ndërtuar diçka duhet të prishni një diçka tjetër, dhe ndoshta është kjo që do ju mërzisi pak më tepër, po gjithsesi kjo nuk ka për të prishur as stabilitetin ekonomik dhe as stabilitetin tuaj shpirtëror. Do të thënë, do ketë një mërzitje, por jo aq sa të mendoni, unë nuk ja dal dot. Kjo ishte edhe për muaj mars për peshqit. Uroj t'ju ketë pëlqyer. Faleminderit.